edhe përmendi presidentën Vjosa Osmani. Jo, në fakt se përmeni, po e shojti. E shojti shtu në midis Ferizojt i tha frizirk. Shkrinat e frizirk, Para disa dite vetëvendosja e pat një tubim, një takim realisht me simpatizantë e tyre. Edhe përmendi presidentën Vjosa Osmani. Jo, në fakt se përmeni, po e shojti. E shojti shtu në midis Ferizojt i tha frizirk. E me këto nuk e shojti veç Vjosën, po i shojti krejt gratë, nanat, motrat tona, anë e manë Kosovës. Pra ja fyti dignitetin nanës shqiptare, gruz shqiptare, motrës shqiptare. Do me thonë, si pas te Glauko Njufca e ka e ka ofendu rënd Vjosa Osmanin dhe jo vetëm Vjosa Osmanin, po gjitha ato nana gra që punojnë. Gabim trashanik, nuk e kom prit për një njeriu si Glauku, me thonë drejten, por këto jenë pafalshme. Çka mendon që është Glaukun realisht për këto? Apo Ndëgjom, ndoshta në fushat zgjedhore e di që dush me i sulmu kundërshtar, por s'bën me i sulmu në pres. Pra dush me pas pak edhe një respekt e një dignitet me ja respektu dhe tjerve. Nuk mund është nanës shqiptare me i fy e me i thonë gjithçka. Motrës tane, gruz tane. Pra ju e dini që nana shqiptare është heroin e Kosovës. Ka dhanë gjithçka për këtë vend. Ato duhet me ngrit në pjedestalin më të lartë, jo me u fy e me u më këm, kështu që i kemi dëgju këta të vetëvendosjes të i shoh.